Andaj, Allah me dasht, me çka e ka ndru situatën e Jusufit a.s. Jusufi a.s. a ku në burg, ka shpife e gruja për te se kje ka ngacmu, e ku në kundër ta, e ka shtim burg, e ka ndenu, pa faj, pa asti faj, i hujnë atë ven, në gjafshëm s'ka pas, do në, komplet i ka pas rrethana që mos me dalë për burgu. Me çka e ka nxjerrë Allah për burgut? Me çka? Një ondër e ka po mreti, edhe pi burgu e ka po ministër atë. Dërë Allah gjendja atë. Pe njerit shtypën, e dvarfën, e të persekutume, të akuzume, e ka nxjerrë Allahu te barekutaala, e ka bo njerin më kryesor në shtet, Jusufin a.s. Me çka ka ndodhur kjo? Një ondër veç, e ka po mreti. Që atë ondër do është me azgjith kush? Jusufi a.s. Dhe Allah është i madhë. Nuk din të me qka bën zgjidhje. Leja Allah të punën. Ose mësot ti Allah në qyshe me të bën zgjidhje ty. O zot një mamë pëse filonin të thuje një mëj. Leja Allah të gjellë gjelalu. Asë mësi ka zokur me të një mu, asë som me të një mu, asë qysh me të një mu, dorzoju ati, lëtë Allah në gjellë vala, mbështetju ati edhe leja qështë në ti. Pejgamberi Alehi Sallazam kur binte me flajt, dhe më thonë, shpirti dorzohet Allah në gjumë. Nuk di ta qërë sabat, që ka ndodhë, kur qërë sabat nuk di që ka po akia, a ka pas në i sulma, në i termeta, që din të që ndodhë në i sabat. Gjumë e sapi është kë. Pejgamberi sëmë, vendosë dorën e djathë, apo, nën anë e djathë të kokës të thënte, një doa, Allahume eslemtu nefsi i lejkë, wa wajjahtu wajhi i lejkë, wa fawwadtu amri i lejkë, o Zotë, ty të kom dërzu. Ty ka ti jam këthy. Ty të kom këthy. Me zamër ka ti jam. Wa fawwadtu amri ilayk. Edhe krejt çështjet e mia ty të kom dërzu. Ndor tonë. Ti unë po flaj tash ti ai që ajruna, siruna, çka s'dijone. Te ti janë. I dërzohet Allahu besimtar. Ama dërzim të plot me zamër, pa ndyshje, pa rezerva. Ndaj ky mësim i këtij rasti na mëson që besimtari ja del dunja duke u mbështetur në Allahun, duke pas mendim të mirë për Allahun, duke qenë i lidhur me Allahun vazhdimsi, duke e lutur Allahun xhallahu pa ndërprer. Ç'ka del?